Natën e ngjarjes së 21 aprillit të vitit 1999 në Mitrovic të Veriut u vranë Rushit dhe Zahide Rushiti. E këtë ngjarje atë bote kishte parë doktor Salih Haxhiu, i cili ishte edhe fëmijë i tyre. Sipas Haxhiut, që e përshkruan rastin, kujton se Rushiti një natë më parë kishte qenë mysafir i tij dhe nga aty kishte shkuar në shtëpi. Por mëngjesin e nesër kishte dëgjuar zhurma në korridorin e ndërtesës ku jetonin. Dhe nga aty kishte dalë dhe kishte parë vrasjen makabre të dy bashkëshorëve, Rushitit dhe Zahides, nga Zoran Maksimović, i uniformuar në ushtrinë serbe. Kur jem dal i kom pa vatragast te dera e Rushitit. Thash hajt këshyri kush është qa është, kur këshyri ata dëshin me hi, me qelë derën e me hi. Jum hi edhe unë me ta, i kom pa Rushitin ratën kauq, në shpinë, për mita e kom pa, Zahidin e kom pa mita. Po te Muharrem, Ramadani është konë prokuror, ta e kom pa. Nga banesa, sipas Haxhiut dilte tym, banesa ishte bërë shkrum behi. Zjarë s'ka pasë. Vesh tim. Por pavarësisht dëshmisë së dhënë me njëherë pas luftës dhe rrëfimeve të mëvonshme, drejtësia për këtë rast mungon. Në një artikull të vitit 2003, me titull "Larg nga vendi i vrasjes", thuhet se i dyshuari për këtë krim është gjykuar në Serbi, por është liruar si i pafajshëm. Sot rasti i familjes Rushiti mbetet ende i pazbardhur.